Veliaj në burg, dosja shkon për gjykim. Erion Veliaj ka qëndruar në qeli për 1 vit dhe më në fund dosja ti ka vajtur për gjykim pas shumë shtyrjeve. Zonja Lala qetësisht, saktësisht, të thjeshtësisht të popullatës i spjegon se çfarë ka ndodhur konkretisht. Tani, gjykata e posaçme vendosi të kaloj për gjykim dosje penale ndaj kryetarit Bashkisë Tiranës zotit Veliaj dhe 29 pandehuve të tjerë, të cilët janë individ, pra janë shtetas përfshirë bashorten e tij dhe ish deputetin e Partisë Socialiste Klotilda Bushka, po ashtu janë organizata jo fitimprurse dhe kompani të ndryshme, të cilat sipas pak janë të kontrolluara në mënyrë të direkte apo të tërthort nga bashkëshortja e zotit Veliaj, Ajola Xoxa. Ne dim që dosja penale ndaj zotit Veliaj u dërgua për gjykim në gjykatën e posaçme në muajin shtator të vitit 2025, sipas ligjit që ka mbi cilin funksionon gjykata e posaçme duhet që të ketë maksimumi 1 muaj në seancë paraprake që të vendoset për kalimin ose jo për gjykim. Në fakt, për gjatë 4 muajve, zoti Veliaj ka bërë disa herë, nëse mund ta quaj kështu ping-pong me avokatët e tij. Ai kishte fillimisht 2 avokatë të zgjedhur me prokuror që ta përfaqësonin në proces. Në momentin që nisi seanca në gjykatën e posaçme, seanca paraprake po flas, ai vendosi të largonte 2 avokatët dhe të caktonte 1 avokat tjetër me prokuror. Gjykata i dha kohë avokatit të zgjedhur nga zoti Veliaj me qëllim që të paraqiste gjitha argumentat e mbrojtjes dhe të sillte provat me cilët ai pretendonte pushimin e dosjes penale dhe akuzave penale. Dhe në momentin që zoti Artan Gjermeni do duhet të paraqiste konkluzionet, çfarë bëri zoti Veliaj? E revokoi këtë avokat dhe gjykata u detyrua që të caktonte kryesisht avokaten e shtetit Valentina Teodorescu. Teodorescu gjithmonë i bie kjo, edhe doktorit Teodorescu i kishte rënë. Është avokate kryesisht. Është kryesisht kjo, apo ka dhe tjera dhe i bie? Është në listën e avokatëve kryesisht dhe gjykatësit zgjedhin të caktojnë për çështjet cilat mbeten pa mbrojtës, të caktojnë një avokat kryesisht. Në rastin konkret, zgjodhën zonjën Teodorescu, e cila duke qenë se nuk ishte qenë asnjëherë më parë në këtë çështje, kërkoi kohë të takohej për të njohur me dosjen, por nga ana tjetër kërkoi kohë të takohej ose më saktë leje për të takuar me zotin Veliaj në paraburgimin e Durrësit. Po pranoi Veliaj? Pati një takim me to, po ajo ngriti një pretendim për shkak të pamundësisë ekonomike për të paguar taksin më shumë se sa ja lejonte koha, duke që Sharakën pa me të parë, po kjo është ajo çfarë ndodhi në seancë, tha që kërkonte një mundësi nga gjykata që të kishte konsult më të gjatë me zotin Veliaj për shkak të kompleksitetit të dosjes. Dhe nuk vite do të s'kishte taksi? Sepse tha që unë nuk ka mundësi për të paguar taksi, që taksia të më pres në paraburgim, nuk ka mundësi të tjera për të udhëtuar në drejtim të paraburgimit, ka gjithë drejtën e vetë zonja Teodorescu të rritë pretendimet, sepse në fund fare ajo arsyetonte që nuk ishte patur kohën e nevojshme për ta shqyrtuar dhe për ta diskutuar këtë çështje me zotin Veliaj. Avokati Artan Gjermeni kërkoi nga ana tjetër që të gjente nga gjykata e njëjta zgjidhje siç u gjet me ish-ministrin e shëndetësisë që merret nga paraburgimi, dërgohet në gjykatë dhe studion dosje gjatë gjithë ditës në gjykatë dhe rikthehet prapë në paraburgim. Kjo nuk u dha mundësi. Gjykatësia e posaçme Tleva Deda e konsideroi që fakti që zoti Veliaj ka ndruar në mënyrë të përsëritur avokat dhe e konsideroi këtë në një farë mënyrë si një sfidim të drejtësisë, vendosi ta përmbyllë shqyrtimin gjyqësor dhe të kaloj për gjykim dosjen me të gjitha ato akuzat penale që rëndojnë mbi zotin Veliaj. 13 akuza penale në total, 9 prej cilave episode për korrupsion. Nga të dhënat që rezultojnë në dosje, sipas prokurorisë posaçme, zoti Veliaj ka krijuar në bashkëpunim me bashkëshorten e tij dhe biznesmenin Elbana Bule një skemë komplekse të pastrimit të parave, por edhe të korrupsionit, përmes favoreve në cilësinë e kryetarit të bashkisë, që ju ka bërë biznesmenëve të ndryshëm, këta të fundit kanë injektuar me para kompanit ose OJF-t, cilat kontrollohen në mënyrë drejt për drejt ose të tërthort nga zonja Xoxa. Pra, kjo është pak a shumë fabula. Zoti Veliaj gjatë gjithë kësaj kohe ka pretenduar që është mohuar e drejta për një mbrojtje efektive, pavarësisht se prokurorët kanë sqaruar dhe një moment që zoti Veliaj ka dhe 2 studie të huaja avokatore, të cilat i ka pajtuar për të bërë mbrojtjen e tij, qoftë edhe sa i përket imazhit të kryetarit të bashkisë e tjera me radhë, por tashmë është fakt që zoti Veliaj shkon për gjykim në themel dhe do të ketë përballje për akuzat penale që rëndojnë mbi të. Pra, kjo është gjithë çfarë ka ndodhur. Ama ka 2 momente. Kam një kritik të ashpër për gjykatën e posaçme, sepse në çështje të ndryshme kanë pajtur standarde të ndryshme.
ka patur debate nga disa prej të pandehurve kryesor, që janë kryesisht zyrtarë të lartë, sepse njerëzit e krimit të organizuar nuk e kanë ngritur këtë pretendim, të cilët thonë që prokuroria, por më pas edhe gjykata, nuk na ka vënë në dispozicion aktet e dosjes në formë të printuar. Dhe duke qenë se ne nuk kemi mundësinë për të patur një laptop në paraburgim, normalisht nuk mund të kemi një mbrojtje efektive në favorin e tyre. Kështu që, duke qenë se kanë mbajtur standarde të ndryshme, mendoj që gjykata duhet të unifikojë një praktikë dhe të sqarojë një herë mirë sa i përket mënyrës se si të pandehurit mund të njihen me dosjen e tyre penale. Ndërkohë që sa i përket zvarritjeve, unë e kam parë si një strategji të zotit Veliaj që ta shtynte sa më shumë. Pra, që të mbetemi. Ky është zvarritje, domethënë që duket një gjë shumë, domethënë kjo taksi që tregove ti, gjithë paratë që mungojnë për. Po mirë, unë tregova shumë korrekte me faktet, sepse duket sa që Sharaki, domethënë. Nuk po të akuzoj ty, po të. Jo, po dhe unë ta sjell për opinionin publik. Duket sikur, domethënë sikur kjo është një vrapim i gjatë i zot mbaroj kur. Tani, zoti Rakipi, ka një problem shumë të madh. Ligji parashikon që seanca paraprake që vlerëson kalimin ose jo të dosjes për gjykim nuk duhet kalojë afatin një mujor. Në të gjitha rastet ku janë gjykuar ose ka pasur, domethënë, vlerësime pra seancat paraprake për zyrtar të lartë, si për zotin Beqaj, si për zotin Meta, si zotin Veliaj, etj. Me radhë, kanë marrë një kohë shumë të gjatë. Zoti Veliaj ka qëndruar në seancë paraprake. Pra, ideja juaj është bërë me qëllim. Unë mendoj që ka patur një tentativ të zotit Veliaj dhe dyshoj këtë gjë për shkak sa i ka revokuar. Dhe ka përfunduar tani në avokat me kryesisht. Kryesisht. Pra ka revokuar të gjitha avokatët që i pajtonte me prokur, më pas një moment caktuar i revokonte dhe ka të drejtën ligjore që i pandehur të revokoj, por nga ana tjetër ka shkuar deri tek një avokat kryesisht. Dhe ky është, prandaj unë sqarova historinë e zonjës Teodorescu, që ajo ka gjithë drejtën e vet ta bëjë një gjë të tillë, ama është një kryetar bashkie i cili është duke u mbrojtur aktualisht. Ka vërtet është këtë, se unë nuk po e diskutoj fare, nuk po e shikoj në këtë rrafsh, zoti Rakipi, nuk po e shikoj fare në këtë rrafsh. Unë po them që një kryetar bashkie ka kërkuar mbrojtje nga shteti. Pra sot qytetarë shqiptar janë duke i paguar edhe avokatin Erion Veliajt, sepse avokatën në fjalë nuk e paguan zoti Veliaj, paguhet nga taksat tona. Po se dolën shumë fjalë që ka avokat amerikanë kështu. Po ka avokatë, janë dy studie avokatore të cilat reaguan. Përse zgjodhi një avokat kryesisht kur kishte mundësi që të... Ndaj unë shikoj Ola... Ta pyesim dhe një avokatën e kam thirrur... procesit, parë në këtë këndvështrim, dhe fakti që zoti Veliaj njërazi ka dy kompanit njohura ndërkombëtare, avokatie që e mbrojnë, për imazhin e tij, po reaguan zyrtarisht në datën 10 të shkurt, që u bë edhe një vit nga arrestimi i zotit Veliaj. Ata reaguan dhe pretenduan që është një përndjekje të pyesim avokatin edhe njëherë akuzat kryesore të Veliajt dhe sa pritet të zgjasë procesi ndaj tij. Dhe a mendohet që ai do të shkojë në Strasburg? Me pak fjalë, Lala, akuzat janë 13 akuza penale, korrupsion, pastrim parash 13. Korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyre dhe futje sende të paligjshme në ambientet e paraburgimit për shkak përdorimit një telefonit një punonjësi policie, të policisë së burgjeve. Sa pritet të zgjatë? Po tani procesi zakonshëm shkon minimalisht deri në 2 vjet. Procesi zakonshëm. Por kjo pastaj duhet parë se si lidhet me masën e sigurisë, kriteret që mund të ose kushtet që mund të ndryshojnë gjatë rrugës, rrethanat e tjera me radhë. Po avokati di shumë mirë që nëse ka mbi 50 apo 100 dëshmitar, që në rastin konkret janë 30 pandehur dhe patjetër duan kohë, është një proces minimalisht 1 deri në 2 vjet që do zgjasë vetëm në shkallën e parë. Kështu që do ketë rrugë të gjatë zoti Veliaj.